Pas ndërhyrjes për shembin e bizneseve në hyrje të qytetit të Shkodrës në kuadër të rikualifikimit të kësaj zone, ditën e sotme po punoi për largimin e inerteve. Firma kontraktuese ishte zhvendosur në terren ku me mjetet e saj po bëhej mundur pastrimi i lulishtes dhe sistemimi i saj. Qytetarët e cilësojnë të rëndësishëm këtë investim që po realizohet, që pritet të kthehet në një zonë atraktive për të gjithë. Shumë mirë. Perspektiva është që të bëhet më mirë, patjetër. Tanta shkatërime që po bëhen, dhe që do të bëhet e bukur. Hymja e Shkodrës. Kur të bëhet lishte këtu, bëhen edhe parë që lojnash për fëmijët, njerëzit rrejni për lulishta, knajsi është. Të vjen keq për ata që janë Renault se kanë pasi biznes, por nga ana tjetër është një punë e mirë, nëse janë nisur për me bën atë që thojnë. Veç të mira ka. Nëse bën ashtu si kanë premtuar, lulishta, parçe, i shërben qytetarëve patjetër. Ai po i shërben pedonale, me tanta Renault ajo më gjithë pastrim. Projekti në hyrje të qytetit të rikualifikimi i bregut perëndimor i liçenit të Shkodrës është një investim i qeverisë shqiptare që po zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me vlerë 470 milion lekë.